Edisona, të përshëndes. Ekspertët hetimorë që do të merren me rindërtimin e kësaj skene, çfarë kanë pikësynim dhe çfarë do të përcaktohet? Ju përshëndes, me kërkesë të Arber Papleka, i cili është dënuar tashmë nga gjykata e shkallës së parë në Elbasan me 22 vite burgim si autor i vrasjes së Pierin Xhuvanit, ka kërkuar gjatë seancës në gjykatën e apelit që të përcaktohet këndi i qitjes nga arma e tij. Pasi, sipas pretendimeve të avokatit të mbrojtës të Arber Paplekait, por gjithashtu edhe të këtij të fundit, është një hallkë e cila mungon në dosjen e këtij personi. Ndaj është kërkuar që për të dytën herë, pasi është e dyta herë që në vendin e ngjarjes në lagjen 5 maj në qytetin e Elbasanit, ku ndodhi edhe vrasja e Pierin Xhuvanit, ekspertët janë duke riinskenuar sërish skenën e vrasjes së Pierin Xhuvanit. Në këto momente, në fakt, janë të paktën 3 nga ekspertët, 2 të cilët janë të pavarur, ndërsa njëri është nga Instituti i Policisë Shkencore, të cilët janë duke rikryer matjet dhe duke riinspektuar të gjithë vendin e ngjarjes. Policia në fakt ka marrë masa për ndalimin e qarkullimit të automjeteve në mënyrë që në këtë lagje, në vendin ku ka ndodhur edhe vrasja e Xhuvanit, të mos ketë qytetarë të cilët të kalojnë apo mjetet të cilat të pengojnë punën e specialistëve. Siç e tham edhe pak më sipër, ky riinskenim vjen për të dytën herë, pasi herën e parë kur u kërkua nuk dolën në dritë prova të reja dhe grupi i hetimit në fakt i qëndroi edhe deklaratës së dhënë herën e parë që ditën kur ndodhi edhe vrasja e Pierin Xhuvanit me 21 prill të vitit 2021. Dhe pas 3 vitesh janë sërish ekspertët të cilët kthehen në vendin e ngjarjes dhe në këto momente në fakt janë duke bërë edhe matjet që ata mendojnë se mund të ndihmojë në zbulimin dhe në plotësimin e kërkesës së Paplekait për të zbuluar këndin e qitjes nga arma e këtij të fundit. Është e dyta herë në fakt që Paplekaj e bën këtë kërkesë dhe sërish në vendin e ngjarjes me urdhër në fakt të gjykatës së apelit, nga ku janë duke u zhvilluar aktualisht edhe seancat e Arber Papleka, gjykata e apelit ka vendosur që të rieksperimentohet, ndoshta për të zbuluar këtë herë saktësisht dhe për të vërtetuar kërkesa e Paplekait. Ndërkohë që sa i takon ngjarjes së rëndë, e cila ndodhi më 21 prill të vitit 2021, vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, aktualisht në fakt vijojnë të mbeten të pezulluar 2 ish-nëndrejtorët e policisë Elbasanit, zoti Nikolaj Palla dhe Albert Nushi, të cilët në korrik të vitit që lan pas u dënuan nga gjykata e Elbasanit me nga 1 vit shërbim prove, ndërsa edhe 6 efektivët e forcave shqiponja, të cilët u ndodhen në vendin e ngjarjes ditën kur ndodhi vrasja, gjithashtu u dënuan me 8 muaj shërbim prove. Edisona, më thuaj diçka, është e dyta herë që rindërtohet skena e krimit. Çfarë ndryshon këtë herë? Domethënë çfarë mungonte herën e parë nga ana e punës së ekspertëve dhe gjithçka tjetër, dhe çfarë është shtuar, po them, në këtë rindërtim të dytë? Dhe pritet që konkluzionet të jenë më të sakta? Nëse i krahasojmë të dyja skenat, të paktën deri në momentet ku janë edhe minutat e para që ka filluar rindërtimi i skenës, kujtojmë që herën e parë ishte e pranishme dhe dha dhe dëshminë e saj sërish në vendin e ngjarjes edhe efektivja e grupit Shqiponja, e cila u plagos gjatë ditës kur ndodhi ngjarja më 21 prill. Efektivja e grupit Shqiponja Xhesila Sota ishte e pranishme në vendngjarje, nga ku tregoi se si veproi ditën kur ndodhi vrasja e Pierin Xhuvanit. Ndërsa në momentet që ne jemi duke raportuar, shohim në vendngjarje vetëm
grupin e ekspertëve, janë 3 ekspertët të cilët janë në vendngjarje dhe që nuk ka në fakt, nuk ndodhet efektivja grupit Shqiponja, pritet që të ketë zhvillime ndoshta të reja, por që krahasuar me herën e fundit kur u bëri inskenimi, grupi hetimit në fakt nuk zbuloi asgjë të re dhe në dosje u arkivuan sërish të njëjtat të dhëna të cilat përputheshin me proces verbalet e mbajtura ditën e ngjarjes. Ka qenë vazhdimisht kërkesa e avokatit të mbrojtës të Paplekajt si në gjykatën e Elbasanit, por duket edhe në gjykatën e Apelit për të përcaktuar këndin e qitjes. Pasi supozohet se do të jetë një hallkë e re në dosjen e Paplekajt, e cila aktualisht ndodhet në gjykatën e Apelit, nga ku ky fundit vijon betejën me drejtësinë shqiptare. Do të presim në fakt deri në përfundim të riinskenimit, nëse do të ketë prova të reja të mbledhura nga grupi i hetimit, edhe pse duket pak e vështirë, pasi kanë kaluar tashmë rreth 3 vite që nga vrasja e Pierin Xhovani, dhe duke qenë se vrasja ka ndodhur në një zonë e cila është e banuar, mund të ketë ndikuar edhe në ndoshta në prishjen apo eliminimin deri diku të vendit të ngjarjes, pasi koha ka bërë të vetën dhe pritet të jetë e vështirë në fakt që të zbulohen edhe detajet të reja. Ne shohim në fakt me sy të lirë që specialistët e hetuesis kanë në duar në fakt dokumenta ku kanë foto të cilat janë bërë ditën kur ndodhi ngjarja, mbase sipas punës së tyre mund të ndihmojnë të përcaktuar saktësisht detajet ditës së ngjarjes. Do të jetë një eksperimentim i grupit të hetimit, pasi tashmë ata kanë marrë një sër mjetash që mund të ndihmojnë në ndoshta zbardhjen e ndonjë detaji të ri. Herën e fundit që u bë riinskenimi i vrasjes së Xhovanit, zgjati rreth 2 orë 30 minuta, ndërsa gjatë ditës së sotme sapo ka filluar dhe nuk e dim nëse do të zgjasë më tepër apo do të jetë një riinskenim më i shkurtër. Ju keni mundësi të ndiqni përmes pamjeve live që janë vendosur edhe piketat si ditën kur ndodhi vrasja e Xhovanit, në mënyrë që efektivët të kenë më të qartë skenën se si ndodhi vrasja dhe ndoshta për të zbuluar edhe detajet të reja. Nëse ka informacione të reja, edicionat do të rilidhemi sërish bashkë. Për momentin të përshëndes.